Ishtra të ish komisar Gani Malushit i vrarë në një atentat në vitin 2003, prehen prej së premtës në varrezat e dëshmorëve të kombit. Ceremonia është zhvilluar nga Drejtoria e Përgjithshme e Policisë, ndërsa të pranishëm ishin familjar, miq të efektiv të policisë. Bashkëshortja ish komisar Malushit, Esma Malushi, tha se rivarosja e tij në varrezat e dëshmorëve të Adheut është një respekt ndaj veprës së ish drejtuesit të policisë. Një qëllim në vetvete i Ganiut që të përjetësohet dhe të prehet i qetë aty ku e meritonte, duke falendëruar të gjithë institucionet, duke filluar që nga ministri, sekretari i përgjithshëm, duke vlerësu punën jetën e Ganiut, vlerësoj punën jetën e të gjithë aty në ushtarakëve që dhanë jetën në krye detyrës. Shpreh falenderimet më të mira për forcat e policisë, ato që punojnë me vetmohim, që realizojnë të gjitha detyrat dhe uroj që mos të kenë fatin e këtyre shokëve, miqve në humjen e jetës. Ndërsa në fjalën e tij, drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit Hysni Burgaj vlerësoi punën dhe veprën e komisarit të vrarë, i cili ra në krye të detyrës. Jemi mbledhur sot këtu për të përkujtuar 10 vjetorin e një ngjarje sa të dhimbshme, aq edhe historike, heroike, për të përkujtuar aktin sublim të dëshmorit Adheut Gani Malushi, i cili u flijua në mbrojtje të vlerave më të larta që qëndrojnë në themel të shoqërisë tonë demokratike. Ishte ky një detyrim i yni ndaj dëshmorit të Adheut, familjes, shokëve e kolegëve të tij. Në fund të ceremonisë, drejtori i përgjithshëm Hysni Burgaj i dorëzoi bashkëshortës së ish komisar Gani Malushit flamurin kombëtar. Malushi u vra në vitin 2003 përpara komisariatit të policisë së qytetit të Durrësit nga Ergim Pepa, që vuan dënimin në burg, dhe një vit më vonë ai u shpall dëshmorja Adheut.